ky vazhdim deri në shkollën e mesme kuptohet që është normal, është prezenca, është vitaliteti im që kam kaluar gjitha këto vite në qytet. Por, dhe kur vajte në fakultetin e mjekësisë, duke pas prindrit, duke pas vëllezërit e motra unë këtu, dhe mbas fakultetin e mjekësisë, bëra 3 vjet në qytetin e Sarandës. Dhe kur riktheva në Tiranë në kuadrin atyre studentave të mi të shkëlqyer që kishin mbaruar fakultetin, që unë vajta në institucionet qendrore të Tiranës universitare, kuptohet që dashuria ime për qytetin ngjeli permanente, transparente dhe praktike që unë vija e tregoja ardhjen time kaq të shpesh në qytet sa mund të them që unë nuk di ndonjëherë nëse jam shkëputur nga ky qytet. Dhe kur unë në vitin 92, si gjithë të tjerët që për shkak të një emigracionit u larguan jashtë Shqipërisë, unë u largova për 3 vjet, për 2 vjet e gjysmë nga Shqipëria për në Greqi, që dhe në atë kohë unë kisha këtu nënën e vëllezërit e motrat dhe vija shpesh. Por mbi të gjitha kur u riktheva nga Greqia dhe hapa qendrën e parë diagnostikuese, imagjinoni se sa organike u bë lidhja ime me qytetin. Rastësisht bien kambanat, dua të uroj besimtarët ortodoks dhe katolik për festën e madhe të Pashkës që këtë vit bien njëkohësisht për të dyja degët e festë së Krishterë. Është një festë e madhe për të cilët ne i bëjmë uratën njëri tjetrit që për një jetë gjatë, për amshim dhe paqe në të gjithë botën. Doktor, çfarë impresioni keni marrë për gjatë këtyre ditëve? Ne ndoqëm fakt edhe teksa ecëm në qytet me ju, kishte njerëz që ju ndalonin. Ka një ndryshim midis doktor Vasilit edhe deputet Vasilit? Kalimi në politikë thashë ua përsëris për mua që vendimi që i vështirë, kalimi shumë i lehtë, se pjesa e vështirë e imi është mjekësia. Pjesa që të bësh mjekësi dhe mjekësi në sfondin e një anestezi reanimacionit, imagjino sa emocione, sa përgjegjësi ka për jetën e pacientit apo të qytetarit kur e ke në tavolinë. Këtu janë emocionet e mëdha, këtu është përgjegjësia e madhe dhe këtu unë kam pasur oscilacionet e mëdha të mia emocionale apo dhe përgjegjësinë mjekësore për këtë smur. Kalimin politik, duke qenë se unë kam pas dhe një aktivitet privat dhe në një farë mënyrë jam bërë një person publik, dua s'dua dhe sidomos gjatë periudhës së Covidit, që unë kam dhënë intervista pa fund dhe duke mbajtur thjesht kuadratimin e të dhënit intervistë si mjek. As zëdhënës dhe as si një qytetar që do të qetësoj apo të agravoj situatën. Thjesht unë kam mbajtur kuadratimin e mjekut korrekt në intervistat e mia dhe kjo ka bërë që unë kalimin politik si një person publik ta shoh pak më të lehtë. Qyteti është i imi, unë këtu kam lindur, të gjitha gurët që kanë ndryshuar, të tëra pjesët e pllakave që janë thyer apo janë rindërtuar, unë i kam përjetuar në këtë qytet. Dhe si i tillë njerëzit kanë përcjell respektin dhe dashurinë për mua në këto vite, po ardhja e deputetit tashmë e këtij kandidimit për qytetin u duket sikur më së fundi në qytet, por i lind një deputet nga djemtë e Sarandës. Ky është motivi kryesor i imi që unë kandidoj si djali i Sarandës, jo si një kandidat i cili do të bëj karrierë politike apo do të bëj një dalje në qytet, do bëj disa premtime dhe pastaj do të më shohë nga ekranet e televizorit. Jo, unë do të jam dhe do të jem vazhdimisht në qytetin e Sarandës. Dhe përgjegjësia ime është maksimale, se me këta qytetarë do të ballafaqohem mbas zgjedhjeve për ato që premtojmë sot, por unë nuk jam premtime për mua. Unë e jetoj qytetin, unë e dashuroj qytetin dhe unë kam përgjegjësi për këtë qytet. Mua më dhëm çdo defekt që ka ky qytet. Ka bërë hapa fantastike, ju se shikoni, nuk është kjo Saranda që ka qenë, dhe shumë gjëra të cilat ne jemi krenar. Por e kemi thënë dhe përsërisim, vendosja e defekteve dhe apo gabimeve apo problemeve ka qytetin tavolinë është gjëja më ideale sepse themi që njeriu në jetë bë gabime, po madhështia e njeriu si njeri është kur këto gabime i korrigjon. Dhe unë jam këtu të korrigjojmë gjërat dhe problemet që ka qyteti. Doktor, keni një vetbesim shumë të madh, sigurisht që e lidhni këtë vetbesim me lidhjen që keni me qytetin dhe me qytetarët, por duke mos e njohur shumë politikën, duket sikur i keni hyrë dhe një aventurë shumë të madhe. Unë e kam parë në disa dalje tuaja publike që ka qenë vendimi juaj personal për të kandiduar në listë hapur. Kush është konkurrenti juaj në këtë listë? Pse jeni kaq i bindur që do ta kaloni pragun dhe do të jeni në kuvendin e ardhshëm? Shumë pak mund të besohet që në politikë të ofroj një diçka të gatshme dhe do të hysh në një parlament që për çdo njeri ndoshta në jetë është targeti maksimal apo ëndra maksimale. Për mua është paksa e veçantë ajo që unë kam bërë gjithkohon, edhe në mjekësi,
erdha në 95-ën, u riktheva në 95-ën, hapa skanerin e parë me gjithë vështirësi në një kohë që të gjithë iknin. Qëndrova fort në 97 me ato situatat e vështira dhe u shërbleva kaq shumë njerëzve, kam shpëtuar kaq shumë jetë njerëz ai ekzaminimi me skaner sa nuk mund të duhet të ulemi të japim shifrat që nuk është momenti. Dhe në vazhdimsi unë kam sjell ekzaminime të citogenetikës apo të bëj biologjisë molekulare. Unë kam qenë i përgatitur për të përballuar Covidin dhe imagjinoni që kjo jeta ime ka qenë gjithmonë me sfida. Dhe si e tillë, unë kur them që nuk kam dashur të jem në listat e mbyllura, i vetmi negocim që kam bërë me atë që vendos se kush do të jetë pjesë e listave, është që unë nuk duhet të jem në listat e mbyllura. Sa do çudi që të duket, sa do paradoksale që të duket dhe sa do të duket si mungesë modestie. Është realiteti që unë nuk kam dashur të jem në listat e mbyllura. Se listat e mbyllura nuk do të ishte ju këtu të intervistonim, nuk do të ishte kamera juaj që të shikonte këto bukuritë e qytetit, nuk do të ishin këto pamje që do shpërndasin gjithandej, dhe unë do të isha ndoshta në një stres, në një kafe, do të bëja detyrën e partisë, që shikoj mirë të votojmë numrin 5, edhe e bëra detyrën me kaq se unë jam në listat e mbyllura. Por, duke qenë njeri që e kërkoj sfidën, e kërkoj betejën, e kërkoj terren, kërkova të jem në listat e hapura, se vetëm kështu do ballafaqohem me qytetarët e mi, bashkëqytetarët e mi që unë i kam jetuar dhe përjetuar të gjitha ngjarjet me ta dhe do të jem ai që do të vi nesër që bashkë me ta të jap llogari, të marr dhe të jap nga ta në parlament dhe në qeverinë, në pushtetin lokal apo në qeverinë qendrore. Kjo është sfida ime e jetës. Pra, unë kam kërkuar të jetë në listat e hapura vetë. Ky është negocimi i vetëm që kam bërë dhe asnjë negocim tjetër. Për mua të tjerat janë i kam zgjidhur. Doktor, secilin politik, Partia Socialiste ka objektivat e saj, ka shprehur në këto zgjedhje. Ju personalisht, kush është sfida e madhe që keni ndërruar një ditë si mjek që kërkoni tashmë përmes politikbërjes ta vendosni në zbatim? Jo thjesht për Sarandën, por si një propozim madhor që ju do t'ja bëni, le të themi, forcës tuaj politike. Rikthehemi pak te një pyetje që më bët që kush është kundërshtari juaj në qytet. Po. Është vetvetja ime. Është sa i vërtet do të jemi që të qytetarët e mi. Unë kam parë dhe kam ndërtuar jetën time dhe bizneset e mi apo dhe filozofinë time mjekësore duke parë çfarë do të bëj unë në jetë, jo çfarë do të bëjnë tjerët. Dhe në këtë moment unë jam këtu që t'u tregoj qytetarëve unë çfarë do të bëj për ju dhe kjo është sfida me vetveten. Nuk është me askën tjetër që secili do bëj punën e tij, e drejtë vet. Ka kuadratime ligjore, ka kuadratime orientuese në kuadër të çdo fushate, le të bëjë secili atë që mendon se e bën më mirë. Por unë do të shoh atë që mendoj unë se e bëj për mirë, jo për vete. Po përsëris unë për vete i kam zgjidhur problemet. Unë jam këtu të bëj për qytetin. Dhe unë kam përgatitur një program të imët bazuar në programin që ka Bashkia, bazuar në programin kombëtar që ka Partia Socialiste,